Imagjine të përpiqesh të ngjitësh Everestin me shapka, ose të kalosh oqeanin me një vark prej letre. Tani, mendo të lëvizësh 40 ton çelik vend ngarkesë nëpër një mall, duke përdorur një motor që di të vrumbulloj vetëm në një mënyrë. Ti nglon siç menduri apo jo? E po, kjo ishte makti i kamionëve të parë. Në makinën tënde, 6 shpejtësi janë më se të mjaftueshme. Ndëron marshin, përshpejton dhe gati. Por para teje është një kabin ku leve ndërimi të marshit nuk ka një model të thjesht, hash. Ka më shumë vëmëzime se një armë mesjetare, dhe pranë saj, qelca që duken sikur janë marrë nga kabina një avioni luftarak. 18 shpejtësi. Teprim inxhinierik, kompleksitet i panevojshëm, do të tregoj një sekret. Ajo lev, me 18 rrugët e saj të mundshme, nuk është një luks. Është arma më e rëndësishme mbijetesës brenda asaj kabine. Është e vetmja gjuhë me të cilën një shofer mund të negociojë me fizikën më të pamshirshme. Secili prej atyre marsheve është një traktat paqeje i ndryshëm, i nënshkruar në nkëcënimin e vazhdueshëm të gravitetit, inercisë dhe falimentimit. Kjo nuk është një video për kuti të shpejtësisë. Është historia e asaj se si njeriu zbuti forcën brutale, jo me më shumë fuci, por me më shumë inteligjencë. Më shoqëron në brendësi të mendjes së inxhinierit dhe duarve të kamionistit, ku çdo ndryshim është një vendim që ndan përparimin nga katastrofa. Mandati i naftës. Pse jeton në një korridor të ngushtë rrotullimesh? Për të zbërthyer misterin e 18 marsheve, së pari duhet të kuptojmë zemrën që i ushqen ato, motorin naft të punës së rënd. Ky nuk është motori i makinës sate, as ai një kamionçine. Është një bish e një natyre krejtësisht tjetër. Mbretërimi i tij nuk bazohet në kuajt e fuqisë në galop, në britmën e mprethtë të rrotullimeve të larta. Troni i tij është ndërtuar mbi diçka më primitive dhe të fuqishme: torkun. Torku është forca e rrotullimit, shtutja e pastër rrotulluese. Është ajo që ndjen në gjoks kur një kamion niset nga zero, ajo ndjesi që diçka e pamas, pothuajse gjeologjike, ka filluar të lëvizë. Dhe ky motor gjeneron torkun e tij maksimal në një gamë rrotullimesh absurdalisht të ulët dhe të ngushtë. Ndërsa motori me benzinë një makine mund të ofrojë rendimentin e tij më të mirë nga 2500 deri në 6000 rrotullime për minutë, një naft kamioni dorëzon shpirtin e tij, të gjithë forcën e tij, në një korridor që shkon zakonisht nga 1100 deri në 1500 rrotullime për minutë. Jashtë asaj bande të shenjtë, motori vuan. Më poshtë, ai kolitet, mbëtet, humbet presionin dhe hyn në një regjim të rrezikshëm luxing, ku forca zhduket dhe karburanti digjet keq, duke bërë pis gjithçka dhe duke gjeneruar një konsumim të egër. Më sipër, ai fillon të bërtas, të konsumoj karburant në mënyrë të pangopur, të gjeneroj një stres termik dhe mekanik që shkurton jetën e tij të dobishme në mënyrë drastike. Mendo për këtë si zërin e një këngëtari opere. Ka vetëm një tesitur, një gamë specifike notash, ku zëri i tij është i fuqishëm, i qartë dhe i qëndrueshëm për orë të tëra. Ta detyrosh të këndoj më lart ose më ulët, e shkatëron atë. Shoferi një kamioni ka një mision në dukje të thjeshtë, ta mbajë këngëtarin në atë notë të përsosur, pa pasur rëndësi se çfarë vendos bota para rrotave të tij. Dhe bota, siç do ta shohim, është një dirigjent orkestre kaotik dhe i pamëshirshëm. Kjo është ligji i parë i tiranisë së peshës. Motori është një divë e forcës brutale, por me një gamë aktrimi minimal. Dhe gjithçka, absolutisht gjithçka në projektimin e një kamioni, rrotullohet rreth shërbimit ndaj këtij mandati. Humnera midis motorit dhe rrotës. Nevoja për ura shumë fishuese. Tani, mbaj atë imazh në mendjen tënde. Një motor që mund të këndoj fort vetëm midis 1100 dhe 1500 rrotullime për minutë. Në atë regjim, në pikë të vdekur, rrotullimet e tij janë relativisht të ngadalta, por një rrot kamioni, për të lëvizur automjetin me vetëm 5 km/h, duhet të rrotullohet me një shpejtësi specifike. Dhe për ta çuar atë në 90 km/h në rrugë, i duhet një shpejtësi tjetër, rrotullimi krejtësisht e ndryshme, shumë më e shpejtë. Këtu shfaqet humnera. Ka një hendek të madh, një zbrasti mekanike, midis rrotullimeve të kufizuara dhe të dobishme të motorit dhe gamës shumë të gjerë të shpejtësive të rrotullimit që u duhen rrotave në mënyrë që kamioni të lëviz nga 0 deri në shpejtësinë e lundrimit. Një kuti shpejtësie konvencionale me 6 shpejtësi, si ajo e një makine, është një urë me 6 shtylla.
kërcen nga një raport shumë fishimi në tjetrin. Për një motor me gamë të gjerë rrotullimesh, ato 6 kërcime janë të mjaftueshme. Ai mund të gjithmonë të rritë ose të ulë rrotullimet për të vrapuar dhe për të arritur shtyllën tjetër. Por motori ynë naft, këngëtari ynë me tesitur të ngushtë, nuk mund të vrapojë. Nuk mund t'i shtri rrotullimet e tij mjaftueshëm për të kërcyer nga një shtyllë në tjetrën, nëse ato shtylla janë shumë larg njëra tjetrës. Nëse përpiqesh të përdorësh një kuti me 6 shpejtësi në një kamion prej 40 tonësh, ajo që ndodh është kjo. Kur niset në të parën, motori do të jetë në pikën e tij optimale, le të themi 1300 rrotullime. Gjatë nxitimit dhe dëshirës për të kaluar në të dytën, do të duhet të lëshosh gazin, të shkelësh kofshën e ktheterës dhe të ndërosh marshin. Por në momentin që angazon marshin e dytë, raporti është aq i gjatë sa rrotullimet e motorit do të bien ndjeshëm, mbase në 800 ose 900 gjiro për minutë. Motori bie jashtë bandës së tij të torkut. Ai mbytet. Nuk ka forcë për të vazhduar nxitimin e peshës masive. Kamioni drivet, humbet shpejtësi dhe mundet madje ta ndalosh atë plotësisht. Je në humner. Për ta kaluar atë parën motorin atë pus të mungesës së forcës, të duhen jo 6 shtylla, por 18. Të duhet një urë vazhdueshme, pothuajse një plan i pjerrët, ku çdo ndryshim është një shkallë aq e vogël, saqë duke u ngjitur në marshin tjetër, rrotullimet bien vetëm pak, mbase 200 ose 300 gjiro, duke u mbajtur gjithmonë brenda korridorit të shenjtë midis 1100 dhe 1500. Marshet e shumta nuk janë për të shkuar më shpejt, janë për të mos u ndallur. Janë shkallët e një shkale aq të pjerrët, saqë me më pak shkallë do të ishte e pamundur të ngjitej pa rënë. Qeresja si armik. Çfarë ndodh një kamioni me pak marshe në një malore? Rruga e sheshtë është një iluzion, një pushim i shkurtër në luftën e vazhdueshme. Armiku i vërtet, ai që vë në provë çdo gram të inxhinierisë së kamionit, është pjerresja. Imagjino atë kamion hipotetik me kutinë e tij prej 6 shpejtësish, duke arritur me mrekulli të dalë në autostradë dhe të marrë pak shpejtësi. Papritur, asfalti fillon të anohet. Një malore prej 5% e zakonshme në çdo sistem malor. Graviteti kap 40 tonët dhe i tërheq ato prapa me një forcë të vazhdueshme. Motori, i cili në marshin e 6 shkonte rehat me 1400 rrotullime, fillon të humbas shpejtësi. Rrotullimet ulen. 1300, 1200. Shoferi e di se duke kaluar 1100, torku bie ndjeshëm. Duhet të ulë një marsh. Por duke kaluar në të 500, kërcimi është aq i madh saqë rrotullimet, në vend që të ngjiten në një pikë optimale, fluturojnë mbi 1600 jashtë bandës efikase, në zonën e britmës dhe konsumit të shfrenuar. Ose akoma më keq, mund të bien në 1000 duke e lënë pa forcë në mes të ngjitjes. Një situatë tmerrsisht e rrezikshme, ku kamioni mund të arrijë të ndalojë dhe të jetë e pamundur të rinisë lëvizjen pa shkuar prapa. Është një kurth. Të rritësh rrotullimet do të thotë të djegësh karburant dhe motor. Ti ulesh ato do të thotë të mbetesh pa forcë. Me 18 marshe, ky makth zhduket. Kur ndjen se rrotullimet fillojnë të bien në malore, shoferi ull një marsh. Kërcimi është aq i vogël saqë rrotullimet ngjiten, për shembull, nga 1200 në 1400. Vazhdon në bandën e përsosur. Forca kthehet. Kamioni ruan shpejtësinë e tij. Nëse pjerresja bëhet më e madhe, ull një tjetër marsh. Një tjetër kërcim i vogël. Një tjetër rregullim i holl. Është si një pilot që rregullon hapin e helikës për të mbajtur rrotullimet e motorit konstante pa pasur rëndësi rezistenca e ajrit. Shoferi, me levën e tij me 18 pozicione, po realizon një rregullim të vazhdueshëm të raportit midis motorit dhe botës, duke kompensuar në kohë reale forcën e gravitetit. Pjerresja pushon së qeni një mur i pakapërcueshëm dhe shtërohet në një rampë që ngjitet me një varg hapash të shkurtër dhe të sigurt. Pa ato shkallë shtesë, mali fiton. Efikasiteti si fe. Çdo rrotullim për minutë jashtë bandës është para e djegur. Deri tani kemi folur për forcën dhe sigurinë, por pas çdo vendimi inxhinierik në transportin e ngarkesave, rreh ritmi i pamshirshëm i një metronomi. Kostoja. Një kamion nuk është një automjet, është një zyre e lëvishme, produkti i së cilës është kilometër tonelata e transportuar. Dhe shpenzimi i tij më i madh variabël, ai që mund të bëjë dalimin midis falimentimit dhe përfitimit, është karburanti. Këtu
Këtu është vendi ku banda e ngushtë e rrotullimeve të naftës kthehet në një fe, dhe çdo devijim në një mëkat kapital. Ajo band, midis 1100 dhe 1500 rrotullime për minutë, nuk është vetëm vendi ku motori ka më shumë forcë. Është, në mënyrë vendimtare, vendi ku ai djeg karburantin në mënyrën më efikase, duke nxjerrë energjinë maksimale të mundshme nga çdo pikë nafte. Është pika e tij e efikasitetit maksimal termodinamik. Të lejosh që motori të bjerë në atë gamë, në atë lugging, jo vetëm që i heq forcën, por bën që djegja të jetë e paplot. Karburanti nuk digjet plotësisht, duke gjeneruar blozë, duke konsumuar cilindrat dhe, më e keqja, duke shpërdoruar energjinë për të cilën ke paguar. Përkundrazi, ta lësh atë të ngrihet më lart, edhe pse jep ndjesinë e fuqisë, është një fest konsumi. Motori po punon më shpejt se sa është e nevojshme. Pompa e injektimit dërgon më shumë karburant. Humbjet nga fërkimi i brendshëm fluturojnë dhe rendimenti për litër bie ndjeshëm. Një shofer ekspert me një kuti prej 18 shpejtësish është një prift i këtij efikasiteti. Veshji i tij është i stërvitur për të dëgjuar tingullin e motorit. Dora e tij në lev vepron si një termostat rrotullimesh, duke mbajtur gjilpërën e takometrit të gozhduar në atë pikë të ëmbël, pa pasur rëndësinë ngarkesa, era apo pjerësia e terrenit. Çdo herë që ai realizon një ndryshim dhe rrotullimet bien fiks nga 1500 në 1200 përsosmërisht brenda bandës, ai ka kursier para. Ka shndëruar një kërcim potencialisht të kushtueshëm në një hap fitimprurës. Në një udhtim prej 1500 kilometrash, këto mikrooptimizime mblidhen. Ato mund të nënkuptojnë dalimin midis mbërritjes me serbatorin e rezervës ose detyrimit për të furnizuar shtrenjtë në mes të asgjëkundit. Kutja me shumë marshe nuk është një pajisje luksi. Është mjeti më i rëndësishëm i menaxhimit financiar në kabinë. Është ajo që transformon fuqinë bruto në fitim neto. Frena e motorit. Marshi si sistem i sigurisë aktive. Por rruga nuk është vetëm ngjitje. Zbritja, me peshën prej 40 tonësh që shtyn nga mbrapa, është vendi ku maktisht ndërohet në tmerr të pastër dhe ku kutia e shpejtësisë zbulon rolin e saj më heroik. Pushon së qeni një sistem shtytës për të bërë sistemi më vital i frenimit. Frenat me disk ose tambur të një kamioni janë të fuqishme, por kanë një kufi vdekjeprurës. Ato mbinshehen. Në një zbritje të gjatë dhe të pjerrët, nëse shoferi varet vetëm nga pedali i frenave, rotorët dhe mbulesat e frenave mund të skuqen, të humbasin çdo efikasitet, fading, dhe të dështojnë plotësisht. Rezultati është humbja totale e kontrollit. Një kamion i shfrenuar i shndëruar në një predh prej 10 tonësh. Zgjidhja qëndron përsëri te marshet. Frena e motorit. Duke zgjedhur një marsh të ulët gjatë zbritjes, shoferi po e detiron motorin të rrotullohet me rrotullime të larta, por pa injektuar karburant. Sistemi i injektimit mbyllet. Në këtë gjendje, motori pushon së qeni një prodhues energjie dhe shtërohet në një kompresor gjigant ajri. Pistonët, gjatë ngjitjes në cilindra, duhet të ngjeshin ajrin që mbetet i bllokuar. Dhe ajo ngjeshje kërkon një energji brutale që videt drejt për drejt nga rrotat lëvizëse përmes transmisionit. Është një rezistencë masive, një spirancë e brendshme. Sa më i ulët të jetë marshi i zgjedhur, aq më e madhe do të jetë forca e ngjeshjes dhe aq më efektiv do të jetë frenimi. Një shofer ekspert i qaset një pjerësie të theksuar, duke zgjedhur një marsh mjaftueshëm të ulët, saqë frena e motorit ta mbajë shpejtësinë e kamionit nën kontroll, duke përdorur frenat e fërkimit vetëm për rregullime të vogla ose ndalimin përfundimtar. Këtu, kutia prej 18 shpejtësisë ofron një kontroll të hollësishëm të shkëlqyer. Nuk është një lloj të zbresësh një 5% apo një 12%. Me shumë marshe, shoferi mund të zgjedhë saktësisht raportin që ofron rezistencën e përsosur për atë pjerësi specifike dhe atë peshë specifike, duke mbajtur një shpejtësi të sigurt dhe konstante pa prekur frenat. Është një akt i pastër parashikimi. Është të kuptuar se leva e ndërimit të marsheve nuk shërben vetëm për të ecur përpara, por gjithashtu dhe mbase më e rëndësishmja për të frenuar. Në zbritje, secili prej atyre 18 marsheve transformohet në një nivel të ndryshëm të një parashute të fuqishme qeliku. Është linja e fundit e mbrojtjes kundër katastrofës dhe prova përfundimtare se në një kamion
transmisioni nuk është një aksesor. Është sistemi nervor qendror i gjithë operacionit, lidhja inteligjente midis fuqisë së njeriut, makinës dhe ligjit të gravitetit. Të kuptuari e nevojës për 18 marshe është një hap i parë, por të vlerësosh vërtet këtë arritje inxhinerike kërkon të hysh në labirintin e qelikut të farktuar ku ajo teori shtërohet në metall. Një kuti shpejtësie kamioni nuk është thjesht një version i zmadhuar i asaj të një automjeti. Është një univers paralel inxhinierie, një ndërtim modular dhe i shtresuar, ku kompleksiteti menaxhohet me një logjik ushtarake. Ky kapitull është një diseksion i atij universi. Do të shohim se si inxhinierët, në vend që të krijonin një monster prej një pjese të vetme me 18 dëmzor në rresht, projektuan një sistem elegant dhe pothuajse intelektual për të shumëfishuar mundësitë, dhe se si ai projektim përkthehet në ritalin e përditshëm të shoferit. Ideja geniale, transmisionet kryesore, ndihmëse dhe pjesëtuesit. Zgjidhja për të krijuar 18 raporte, transmisioni pa ndërtuar një kuti të madhësisë së një frigoriferi dhe me një peshë të papërballueshme, ishte modulariteti. Inxhinierët nuk stivosën 18 dëmzor në një aks të vetëm. Në vend të kësaj, ata krijuan një arkitekturë me shtresa, një kuti shpejtësie brenda një kutje tjetër shpejtësie. Bërthama e sistemit është transmisioni kryesor. Kjo zakonisht është një kuti shpejtësie e fortë dhe konvencionale, shumë e ngjashme me atë të një automjeti të rëndë të vjetër, me 4, 5 ose 6 marshe përpara. Mendo për të si dimensionin e parë, bazën, por këto marshe janë shumë të hapura midis tyre. Për të mbushur zbrastit e mëdha midis tyre, shtohet një shtresë dut, transmisioni ndihmës ose splitter, pjesëtuesi. Kjo nuk është një kuti shpejtësie veçantë me levën e saj, por një grup planetar ose një sistem dhëmzorësh shtesë që montohet përpara ose mbrapa kutisë kryesore. Magjia e saj qëndron në faktin se mund të marrë secilin prej marsheve të kutisë kryesore dhe ta ndajë në dy. Përmes një ndërprerësie të aktivizuar me ajër, pneumatik, ose nga një servomotor elektrik, i kontrolluar nga një buton në levë ose në dorezë, shoferi mund të zgjedhë të njëjtin marsh kryesor në një raport të lartë ose të ulët. Është si të kesh dy dhëmzor të ndryshëm për të njëjtin pozicion në levë. Kështu, një kuti kryesore me 5 marshe shndërrohet de facto në 10. Por genialiteti nuk ndalet këtu. Për të mbulluar gamën shumë të gjerë nga forca e nisjes deri te shpejtësia e lundrimit, nevojitet një kërcim edhe më i madh. Këtu hyn shtresa e tretë, ndëruesi i rangut ose range selector. Ky është një sistem tjetër, zakonisht i montuar në pjesën e pasme të kutisë kryesore, që funksionon si një kuti e dutë shpejtësie me 2 shpejtësi, një e ulët dhe një e lartë, por që operon në bloqe. Një ndërprerës, tipikisht një buton në anën e levës, aktivizon një piston pneumatik që zhvendos një dhëmzor. Kur je në rangun e ulët, të gjitha marshet që zgjedh nga kutja kryesore, vendarjet e tyre të splitter, janë brenda një bloku raportesh të shkurtra, ultra të fuqishme, ideale për të nisur dhe për terrene ekstreme. Duke kaluar në rangun e lartë, bën një kërcim të madh dhe të gjitha ato pozicione të njëjta të levës shndërrohen në një blok raportesh të gjata, për shpejtësi rruge. Ky projektim modular është brillant. Lejon ndërtimin e një kutje pabesueshmërisht të gjithanshme prej komponentësh më të vegjël dhe të standardizuar. Thjeshton prodhimin dhe në mënyrë vendimtare i jep shoferit një logjik mendore për të lundruar nëpër kompleksitet. Ai nuk mendon për 18 pozicione unike, por për të operuar në 2 rangje, duke përdorur një pjesëtues për të rregulluar imët brenda çdo bloku prej 5 marshesh bazë. Harta e shoferit. Deshifrimi i levës dhe ndërruesit të rangut. Për laikun, kabina e një kamioni me kuti prej 18 marshesh mund të duket si paneli i kontrollit i një anije e hapësinore. Por për shoferin, çdo kontroll është një shkronjë e një alfabeti që, pasi mësohet, është logjik dhe i fuqishëm. Qendra e gjithçkaje është leva e ndërrimit të marseve. Ndryshe nga haja klasike e një makine, modeli i saj është në thelb ai i kutisë kryesore. Tipikisht 5 pozicione përpara në një model që mund të jetë një T e përmbusur ose një sekuencë në zigzag. Nuk ka të shnuara 18 pozicione fizike. Ka ato të kutisë bazë, por e ngjitur me të është ndërfaqja e 2 dimensioneve të tjera. Në dorezën e levës zakonisht ndodhet një ndërprerës me 2 pozicione, kontrolli i splitter ose pjesëtuesit. Zakonisht aktivizohet me gishtin e madh.
përpara është high, lart, mbrapa është low, poshtë. Ky kontroll ndan marsin aktual. Pastaj, në anën e levës, ose her pas here në kroskot, ka një levë rangu më të vogël ose një ndërprerës lloj butoni. Ky është ai që ndryshon midis low range, rangu i ulët, dhe high range, rangu i lartë. Aktivizimi i tij zakonisht kërkon kalimin në pikë të vdekur dhe her pas here shkeljen e kofshës së kthetrës. Shoferi prandaj nuk e kërkon marsin e tre mbëvjet në një diagram. Ai e ndërton atë. Mendon, jam në rangun e ulët, ndarja e tretë e lartë. Më duhet më shumë shpejtësi, kaloj në rangun e lartë, por për të mbajtur rrotullimet, uli pjesëtuesin në low së pari. Harta mendore është tredimensionale. Një shofer filjestar sheh një levë dhe butona. Një ekspert sheh një kub rubiku mekanik që e zgjidh me lëvizje instinktive. Paneli i instrumenteve e përforcon këtë hartë. Shpesh ka tregues drejtues që tregojnë L ose H për rangun dhe her pas here për splitter. Takometri është busulla përfundimtare. Nëse gjilpra bie, është koha për një ndryshim ndarjeje ose rangu. Kjo ndërfaqe, ndonse friksuese, është ajo që lejon një kontroll aq të hollësishëm pa kërkuar një levë 1 metër të gjatë që lëviz në një lepez prej 20 pozicionesh. Është një zgjidhje ergonomike brillante për një problem me një kompleksitet dërmues. Sëndërimi i marshit kërkon mjeshtri në një pianisti. Aktivizimi i kësaj makinerie nuk është si ndërimi i marshit në një makinë. Është një koreografi e saktë, një balet i dorës dhe këmbës që sinkronizon 3 kontrole të pavarura me kofshën e kthetrës, gazin dhe inercinë e 10 tonëve. Një ndërim tipik, le të themi nga i 7 në të 8 në një kuti prej 18 marshesh, kërkon një sekuencë që një shofer e automatizon në palcën e tij kurrizore. Së pari, me takometrin në pikën e duhur, shkel kofshën e kthetrës deri në fund. Me dorën e djathtë në levë, mbase me gishtin e vogël duke aktivizuar interrutorin e rangut nëse është e nevojshme, nxjerr marshin nga pozicioni i tij dhe e çon në pikë të vdekur. Në atë çast të shkurtër, ndërsa treni lëvizës është i çiftuar, gishti i tij i madh në dorez lëviz pjesëtuesin nga high në low. Pastaj, fut levën në të njëjtin pozicion fizik të kutisë kryesore, të katëfti në këtë shembull. Lëshon kofshën e kthetrës dhe jep gaz. Për vëzhguesin, ai vetëm pa lëvizjen e levës nga një pozicion në të njëjtin pozicion, por brenda kutisë, pjesëtuesi ndryshoi, duke ofruar një raport paksa më të gjatë. Ndryshimet më drastike, si kalimi i rangut, kërkojnë kofshë kthetre të dyfisht. Shkeljen e kofshës së kthetrës për të nxjerrë marshin, lëshimin e saj në pikë të vdekur për të sinkronizuar rrotullimet e aksit të kutisë, shkeljen e saj përsëri dhe atëherë aktivizimin e ndërimit të rangut përpara se të futet marshi i ri. Dora jo vetëm shtyn dhe tërheq, ajo shtyp, rrëshqet, shtyp butona. Veshi është i akorduar me tingullin e motorit dhe të kutisë. Ndjesia në levë i tregon nëse sinkronizuesit, nëse ka, po lejojnë angazhimin ose nëse duhet të rregullojë rrotullimet. Një ndërim i ekzekutuar keq shkakton një kërcitje rrëqetëse të vëmzorëve, një goditje të thatë në transmision ose më e keqja që kamioni të humbas të gjithë shpejtësinë dhe forcën. Mjeshtëria e shoferit qëndron në bërjen e kësaj koreografie të duket e rrjedhshme dhe e thjeshtë, në mbajtjen e këngëtarit në notën e tij të përsosur, ndërsa realizon këtë vallëzim kompleks kontrolesh djetra, qindra herë për udhëtim. Është një aftësi e pastër, e fituar me muaj praktike dhe që ndan shoferin nga kamionisti i vërtet. Është ndërfaqja njerëzore me labirintin e qelikut. Kutit prej 13-16 dhe evolucioni drejt automatikës. Sistemi prej 18 shpejtësish është ikona, por nuk është banori i vetëm i ekosistemit. Arkitektura modulare lejon konfigurime të ndryshme sipas nevojës. Kutit prej 13 shpejtësish janë shumë të zakonshme. Zakonisht janë një konfigurim 4x2 plus një rang, ose një 5 me 2 me 1, skem rangjesh paksa të ndryshme ku disa marshe mbivendosen. Ofrojnë një gamë të mirë për përdorime të përgjithshme pa kompleksitetin maksimal. Ato prej 16 shpejtësish, zakonisht janë 4 marshe kryesore, herë 2 pjesëtues, splitter, herë 2 rangje. Kjo jep një barazim prej 16 shpejtësish të pastra, pa mbivendosje. Janë një pikë mesme populore. Por evolucioni më domethënës nuk është shtimi i më shumë vëmzorëve, por eliminimi i balerinit njerëzor nga koreografia.
Transmisionet e automatizuara të kamionëve, si kutitë e famshme Eaton Fuller Advantage ose Mercedes-Benz PowerShift, përfaqësojnë revolucionin e radhës. Këto kuti ruajnë arkitekturën themelore të dhëmzorëve në rangje, vendarje të ndryshme. Dalimi është se një njësje kontrolit elektronik, ECU, një kompjuter, shndërrohet në shoferin e kutisë. Sensorët monitorojnë shpejtësinë e automjetit, rrotullimet e motorit, pozicionin e gazit, pjersin, madje edhe me inklinometra dhe peshën. Me këtë informacion, ECU vendos se cili është marshi optimal në çdo moment. Aktivizon kofshët e kthetrës, që shpesh janë me disk të dufisht, dhe pistonët pneumatik të pjestuesve verangjeve përmes solenoidëve elektrik. Shoferi ka vetëm një selektor që duket si ai i një makine automatike. D, drive, N, neutral, R, reverse, dhe mbase një modalitet manual për të detyruar një ndryshim ose për të mbajtur një marsh. Sistemi realizon ndërrimet vetë, me një saktësi milimetrike, duke kërkuar gjithmonë marshin që mban motorin në bandën e torkut maksimal dhe efikasitetit. Këto kuti mundet madje të kërcej marshe, për shembull, të kalojnë nga i 10 në të 13 drejt për drejt, nëse situata e lejon, diçka e pamundur për një shofer manual. Ato kanë demokratizuar drejtimin efikas të kamionëve të rëndë, por, siç do të shohim në vazhdim, miratimi i tyre nuk është i lirë nga një luftë e thellë kulturore. Kostoja e kompleksitetit, mirëmbajtja dhe ligji i konsumimit. Aq shumë inxhinieri dhe aq shumë saktësi kanë një çmim, jo vetëm në momentin e blerjes, por gjatë qindra mijëra kilometrave të shërbimit. Një kuti shpejtësie me 18 shpejtësi është një kryevepër, por është një kryevepër me qindra pjesë lëvizëse në një stres brutal. Dhëmzor qeliku të farkëtuar, sinkronizues bronzi, pirun përzgjedhës, kushineta me ngarkesë të lartë, guarnicione rrethore dhe sistemi kompleks i ajrit për pistonët e pjestuesve verangjeve. Ligji i konsumimit qeveris këtu me dorë të hekurt. Çdo ndryshim, çdo sinkronizim, çdo përdorim i kofshës së kthetrës gjeneron fërkim dhe nxehtësi. Vaji i kutisë, viskoz dhe i specializuar, është gjaku i saj dhe duhet të ndërohet në mënyrë fetare. Një shofer i vrazhd që detyron ndërrimet pa sinkronizuar, që gjuan marshet, shkurton jetën e sinkronizuesve dhe shkatron dhëmbët e dhëmzorëve. Një sistem ajri me rrjevje do të bëjë që ndryshimet e rangut të dështojnë, duke e lënë kamionin të bllokuar në një gamë shpejtësish. Mirëmbajtja nuk është për mekanik të përgjithshëm. Kërkon specialist që kuptojnë arkitekturën me shtresa, që dinë të diagnostikojnë nëse një problem është në kutinë kryesore, në pjestues apo në grupin e rangut. Një riparim i madh, si zëvendësimi i një dhëmzori kryesor ose i sinkronizuesve, nënkupton çmontimin praktikisht të gjithë kutisë, një punë që mund ta lërë automatin të ndaluar në servis për ditë të tëra, me një kosto në krah pune dhe pjesë që të trembë. Ky kompleksitet dhe kostoja e tij e lidhur janë argumenti i madh i skeptikëve të kutive manuale me shumë shpejtësi, dhe gjithashtu i kritikëve të kutive të reja të automatizuara, të cilat janë edhe më komplekse elektronikisht. Është ekuilibri i përjetshëm. Kompleksiteti jep një kontroll dhe një efikasitet suprem, por kërkon një tribut në njohuri, kujdes dhe para. Një kamion me një kuti prej 18 shpejtësish të mirëmbajtur mirë nga një shofer ekspert mund të kalojë 1.000.000 kilometra. E keq trajtuar, ajo mund të zhderrohet në pjesën më të kushtueshme të zinxhirit të mirëmbajtjes. Është, përfundimisht, një instrument saktësie në një botë goditjesh brutale, dhe jetëgjatësia e saj varet nga respekti me të cilin trajtohet. Diskutimi mbi 18 marshet në mënyrë të pashmangshme derdhet në një debat më të thellë, visceral dhe përcaktues për industrinë. Kush ose çfarë duhet i kontrollojë ato? Kjo nuk është vetëm një mosmarrveshje teknike mbi efikasitetin, është një luftë kulturore për vetë shpirtin e drejtimit profesional. Nga njëra anë, tradita e mishëruar në dorën e rreshkur që zotëron levën. Nga ana tjetër, progresi i përfaqësuar nga një mikrochip që merr vendime me shpejtësi të pamundur për një njeri. Ky konflikt ndan kontinente, gjenerata dhe filozofi pune. Ta kuptosh atë, do të thotë të kuptosh të ardhmen e transportit rrugor dhe fatin përfundimtar të atij labirinti qeliku. Dominimi i përvojës. Pse Amerika preferon manualen? Kalonu për Shtetet e Bashkuara përmes dështetërore 80 dhe do të jesh dëshmitari një kulture rrotulluese ku leva e ndërrimit të marsheve manuale me shumë shpejtësi nuk është një mjet,
është një simbol identiteti. Në Amerikën e Veriut, transmisioni manual, veçanërisht në formatin e tij me 10, 13 ose 8 shpejtësi, vazhdon të jetë mbretëresha e rrugës. Arsyet janë një thurje pragmatizmi, ekonomie dhe një mitologjie të fuqishme të zanatit. Së pari, faktori kosto. Historikisht, një kuti manuale ka qenë më e lirë për t'u blerë, për t'u instaluar dhe në mënyrë vendimtare për t'u riparuar. Në një vend me distanca kontinentale dhe servise të pavarura në çdo fshat, thjeshtësia relative, pavarësisht kompleksitetit të saj, e një Eaton Fuller manuale është e mirë kuptuar. Çdo mekanik veteran kamionësh e ka atë të skicuar në kokën e tij. Së duti, kultura e pronarit operatorit. Një pjesë e rëndësishme e kamionistëve amerikan janë pronar të mjetit të tyre. Për ta, kamioni nuk është një mjet i ndërmarrjes, është shtëpia e tyre e lëvizshme dhe investimi i tyre më i madh. Kutja manuale përfaqëson kontroll absolut dhe parashikueshmëri të kostove afatgjata. Ai e di se me aftësinë e tij mund të nxjerrë deri miljen e fundit për gallon karburanti, dhe se një gabim i kutis do të jetë gabimi i tij, jo tek ai një kompjuteri që nuk kupton. Së treti, dhe mbase më e rëndësishmja, mitologjia e mjeshtrit. Drejtimi i një mjeti me 8 shpejtësi me mjeshtri është një rit kalimi. Ndan trackerin e vërtet nga shoferi i thjeshtë. Është një aftësi që mburret, që transmetohet, që përcakton në respektin midis kolegëve. Tingulli i përsosur i një ndërimi rangu pa kofsh kthetre të dyfisht, aftësia për të mbajtur vrullin në një mall pa prekur frenat, janë medaljet e nderit të kësaj kulture. Braktisja e manuales për një automatike do të ishte, për shumë njerëz, heqje dorë nga vetë tallba e profesionit të tyre, duke deleguar shpirtin e drejtimit te një kutje zezë. Është një çështje krenarie, identiteti dhe një besimi të thellë se gjykimi njerëzor i farkëtuar në miliona milje ende te i kalon çdo algoritëm. Efikaciteti algoritmik. Pse Evropa përqafon automatiken? Dërsa në Amerikë, leva është një simbol, në rrugët gjarpëruese dhe dendur të populluara të Evropës, leva është sërënjosur praktikisht në favor të transmisionit automatik ose të automatizuar. Miratimi këtu nuk është kulturor, është pothuajse plotësisht operativ dhe regulator. Evropa përballet me probleme të ndryshme, qytete mesjetare me rrugë tmerrsisht të ngushta, trafik të dendur dhe të vazhdueshëm, male të theksuara me kthesa të forta dhe disa nga rregulloret mjedisore dhe të sigurisë më të repta në botë. Në këtë mjedis, kutja automatike ofron avantazhe dërmuese. E para është efikaciteti i filestarit. Evropa vuan nga një mungesë kronike dhe e rëndë e shoferëve profesionist. Trajnimi i një shoferi që të zotërojë një kuti manuale me 16 shpejtësi në Alp është një proces i gjatë dhe i kushtueshëm. Një kamion automatik mund të operohet në mënyrë kompetente, të sigurt dhe efikase nga një shofer me shumë më pak përvojë, duke reduktuar drastikisht kurbën e të mësuarit. Së duti, efikaciteti i trafikut. Në stop and go e vazhdueshme të një periferie urbane evropiane, kutja automatike eliminon lodhjen fizike dhe mendore të qindra ndërimeve të marsheve në orë, duke lejuar shoferin të përqendrohet tek mësorët, ciklistët dhe mjedisi kompleks. Së treti, dhe vendimtare, efikaciteti i karburantit i garantuar. Rregulloret euro të emetimeve janë drakoniane. Prodhuesit evropian, Mercedes, Volvo, Scania, MAN, kanë integruar kutit e tyre të automatizuara në atë formë që ato janë pjesë e një sistemi të menaxhimit të plot të automjetit. Kutja nuk vendos vetë. Ajo e bën këtë në koordinim me motorin, frenën e motorit, kontrollin e lundrimit parashikues, që përdor GPS dhe harta për të parashikuar kodrat, dhe sistemet e sigurisë. Rezultati është se në kushtet mesatare të përdorimit evropian, shumë trafik, shumë gjitje dhe zbritje, kutja automatike te i kalon vazhdimisht një shofer njerëzor mesatar në konsumin e karburantit. Algoritmi nuk lodhet, nuk shpërtëpitet, nuk merr vendime për krenari. Ai zgjedh gjithmonë marshin optimal për situatën e saktë, duke parashikuar pjerësitë dhe duke mbajtur motorin në pikën e tij të ëmbël me një saktësi robotike. Për flotat e mëdha evropiane, ky kursim karburanti, i bashkuar me lodhjen më të vogël të shoferit dhe reduktimin e konsumit nga ndërimet e këqija, justifikon më së miri koston filestare më të lartë. Në Evropë, leva nuk mungon, sepse efikaciteti i ftohtë dhe i kalkuluar i automatikës ka vërtetuar se është, thjesht, mjeti më i përshtatur me një mjedis armiqësor dhe të rregulluar.
Mungesa e duarve të shkathta, si demografia po ndryshon industrinë. Faktori më i fuqishëm që po anon peshoren globale drejt automatikes nuk është teknik, por njerëzor. Kriza demografike dhe nderimi të brezave. Në mbar botën, profesioni i shoferit të kamionit të distancave të gjata lufton për të tërhequr të rinjt. Oraret e zgjatura, mungesat e gjata nga shtëpia dhe imazhi fizik i profesionit e bëjnë atë më pak tërheqës për brezat e rinj të rritur në një botë digjitale. Përveç kësaj, kërkesa për të zotruar një kuti manuale komplekse është shndëruar në një barierë hyrjeje monumentale. Pse të investosh muaj për të mësuar një aftësi të vjetër dhe fizikisht kërkuese, kur mund të marrësh një licencë dhe të operosh një kamion automatik në javë? Ndërmarrjet e transportit të dëshpëruara për të mbuluar rrugët, po zgjedhin zgjidhjen pragmatike, eliminimin e barierës. Ato po përcaktojnë flota të tëra me transmisione automatike. Kjo krijon një cikël reagimi. Duke pasur më pak kamion manual në flota, shkollat e drejtimit priren të trajnojnë më pak në to. Shoferët e rinj din të ngazin vetëm automatik, prandaj ndërmarrjet kërkojnë më shumë automatik. Aftësia e kutisë manuale, dikur një njohuri thelbësore, po shndërrohet në një art të specializuar në rrezik zhdukjeje. Kjo presion demografik është i pandallshëm. Ai po detyron madje edhe tregjet më tradicionale, si Shtetet e Bashkuara, të miratojnë automatikët me një ritëm të përshpejtuar. Prodhuesit, duke parë tendencën, por i drejtojnë investimin e tyre në kërkim dhe zhvillim, pothuajse ekskluzivisht në përsosjen e transmisioneve të automatizuara. Luftën nuk po e fiton domosdoshmërisht teknologjia superiore në të gjitha aspektet, por teknologjia që zgjidh problemin njerëzor më urgjent. Mungesën e duarve të gatshme, vetafta, për të kërcuar koreografin komplekse të levës. Kur elektronika ende nuk e tejkalon instinktin njerëzor. Sidoqoftë, madje edhe në kulmin e automatizimit, ka territore ku algoritmi pengohet dhe dora e sprovuar kërkon mbretërimin e saj. Mbrojtësit e manuales përmendin situata ku inteligjenca situatave njerëzore është e pazvendësueshme. Mendo për një kamion të ngarkuar deri në kufirin ligjor, duke dalë nga një kantier ndërtimi me një shtrat balte të thellë. Një shofer ekspert mund të luajë me kofshën e kthetrës, të balancojë kamionin, të përdorë një kombinim specifik të marshit të ulët dhe një prekje të saktë të gazit për të fituar tërheqje. Një automatik, i programuar për të shmangur rrëshqitjet dhe për të mbrojtur kofshën e kthetrës, mund thjesht të refuzojë të zbatojë fuqi ose të ndërrojë marshin në momentin e gabuar, duke bllokuar automjetin. Ose imagjinon një zbritje jashtëzakonisht të zgjatur dhe të pjerrët me kthesa të forta dhe asfalt të lagur. Një njeri me njohuri për rrugën dhe automjetin e tij mund të zgjedhë një marsh të ulët përpara se të fillojë zbritjen, të përdorë frenën e motorit në mënyrë të ndërprerë dhe proaktive dhe të ndjejë përmes denjëses dhe tingullit kur kamioni është në prag të humbjes së kapjes. Një automatik, madje edhe me modalitete zbritjeje, operon me rregulla të paraprogramuara. Mund të kalojë në një marsh të lartë në mënyrë të papërshtatshme nëse dikton një rritje të vogël të shpejtësisë, duke liruar në mënyrë të rrezikshme frenën e motorit për të pasur nevojë më pas të frenojë me disqet kur pjerësia mprehet përsëri. Në kushte bore të ngjeshur ose akulli, delikatesa e kontrollit të çiftit rrotullues që mund të ushtrojë një shofer me kofshën e kthetrës dhe përzgjedhja milimetrike e marsheve është një art që elektronika ende nuk e kopjon me të njëjtën finesë. Në këto momente kufi, shoferi nuk është një operator, është një strateg mekanik. Ai njeri i njeh hollësitë e makinës së tij specifike, konsumimin e saj, tingujt e saj të veçantë. Kjo lidhje pothuajse simbiotike midis njeriut dhe makinës, e farkëtuar në fatkeqësi, është bastioni i fundit i transmisionit manual. Është argumenti se për 1% të situatave më kritike, të duhet gjykimi i 99% të përvojës, jo logjika binare e një sensori. Verdikti i rrugës. Një ardhme hibride dhe trashëgjimia e levës. Atëherë, cili është verdikti përfundimtar në këtë luftë? Evidenca tregon për një paqe të armatosur dhe një të ardhme hibride. Transmisioni manual me shumë shpejtësi nuk do të zhduket brenda natës. Do të vazhdojë të mbretërojë në nisha ku kostoja, kultura e pronarit operatorit dhe kushtet ekstreme arsyetojnë kompleksitetin e tij. Por dominimi i tij i padiskutueshëm ka përfunduar. E ardhmja e transportit masiv, veçanërisht në flota dhe në mjedise urbane ndërmjet qyteteve të rregulluara, është dhe do të jetë automatike. Por automatizimi nuk është pika fundore.
kufiri i radhës janë transmisionet parashikuese dhe të integruara. Sisteme ku kutja jo vetëm reagon ndaj kushteve aktuale, por përdor geolokalizimin dhe harta 3D për të parapar rrugën. Që e din se në 800 metra ka një kodër prej 7% dhe fillojnë të zgjevin marshin optimal me paraprirje, duke u koordinuar me sistemin e cruise control dhe frenën e motorit. Trashëgjimia e levës prej 18 shpejtësish nuk do të jetë forma e saj fizike, por filozofia që ajo mishron. Kërkimi obsesiv për të mbajtur motorin në bandën e tij të efikasitetit maksimal përballë çdo fatkeqësie. Inxhinierët e morën atë filozofi, atë hartë mendore të shoferit ekspert dhe e kodifikuan në software. Leva do të zhderohet për brezat e ardhshëm në një relikt, një simbol i një epoke të përpjekjes fizike dhe lidhjes direkte me makinën që ekranet me prekje dhe algoritmet kanë zvendësuar. Do të humbet një skill, një art manual, por do të fitohet në aksesueshmëri, në efikasitet mesatar të garantuar dhe ndoshta në siguri, duke reduktuar ngarkesën kognitive dhe lodhjen e shoferit në situata të zakonshme. Vrufullima e motorit naft do të vazhdojë të dominojë rrugën, por simfonia e kutisë së shpejtësisë, ajo muzikë dëmzorësh dhe ajri të ngjeshur e aktivizuar nga dora njerëzore, do të vijë duke u fikur, e zhderuar në pëshpërimën e heshtur të një servomotori elektrik. Shpirti i kamionistit ripërcaktohet nga të qenit mjeshtër i makinës në të qenit mbikëqyrës i një inteligjencë artificiale që, të paktën në rrugë të hapur, tashmë ngjet më mirë se ai. Të mbëvjet marshet në instancë të fundit janë prova se progresi nuk do të thotë gjithmonë thjeshtim. Ndonjëherë do të thotë shtimi i shtresave të inteligjencës, i opsioneve, për të zbutur një forcë primare. Ato janë ura midis fuqisë së trash dhe lëvizjes elegante, midis karburantit të shpenzuar dhe kilometrit të fituar. Përfaqësojnë një moment kulminant të inxhinierisë mekanike të pastër, përpara se elektronika të merrte stafetën. Trashëgjimia e tyre nuk është vetëm lëvizja e peshës, por të na mësuarit se, përballë një sfide monumentale, përgjigjja më inteligjente mund të jetë të kesh të mbëvjet mënyra të ndryshme për t'i thënë po fizikës.